Se ju shkoni në Sharr dhe kërkoni investimin 130 milion euro taksat shqiptarve për djegjen e plehrave, ju nuk gjeni aty as një tull, as një gjurmë të tij. Në këtë drejtim, Troplana apo Durana e famshme e Edi Rams është identike, masi po të shkonin Xhavzotaj, e famshmja Troplan, aty gjeni vetëm livadhet e Fatmir Toplinit dhe nuk gjeni asnjë gjurmë të saj. Ndërkohë, me këtë etiket, me Duran, janë vjedhur shpërdoruar, janë vjedhur 100 milion euro taksa që të gjitha pronë e qytetarëve shqiptar. Famozi Ermal Beqiri alias në të vërtet famozi Armand Frangu, alias Ermal Beqiri, kryon shoqatën ACTI. Këshilli shqiptar, se këta edhe shkurtimet nuk i vënë në Shqip, po për të vënë një mask përpara i vënë në anglisht. ACTI. Këshilli shqiptar për teknologjinë dhe inovacionin.